Faleminderit juve. Kush ka? U falenderoj njerë si medje. Faleminderit juve. E sa të lekaj. Në fshati Ramic. Kënaqësi. Jemi banor të fshatit Ramic edhe problematik është vetëm rruga. Rruga. Ne vojmë për shumë gjëra, po më problem kemi rrugën, se rruga na lidh me të gjitha gjërat. Zot ngoja ambulancën. Për atë ambulancë, ne na ka ikë dhe njeriu. S'ka ardot makina, u vonoa se si rruga, ka ikë njeriu na piskime bubës. E piskoj buba. Unë kam djali me blektori. Ka të blektori jeton në pyll, jeton në fush, jeton në çdo vend. Rreziku nga gjarpi. Ashtu, rreziku madh gjarpri, merimaga, mushkonja, infermierja ose doktori, nena vjen një herë në javë. Një herë në javë do smurë mu? Një herë në javë vjen? Një herë në javë. Nuk i Fshati, keni non-stop? jo, fshati Ramic ka qenë me spital. Me spital, me 2 doktora, me infermier dhe 2 ginekologë dhe 1 stomatolog. Spital tamam. Me 4 shtrete ka qenë. Sot se ekziston asnjë gjë në atë spital. Na shti unë do sburem një herë në javë kur të vi infermierja. Ky është problem, po problem është rruga. Po të bëhet rruga dhe infermierja mund ka makinë e saj personale, vjen çdo ditë. Ama kur s'ka rrugë, s'ka që bën. Kjo na detyron që do bëjmë greve një pas njëshme edhe do vazhdojmë, nuk e lëm. U falemnderoj edhe një herë. Unë uroj që kryetari i bashkisë i pari një herë, i cili me pak vonesë reagoi për pas emisionit ton Treblov, sepse ata ishin kaq të indinjuar sa ju, edhe ata të braktisur totalisht, madje e quajtën veten burg patela, se me që kanë qenë dhe të persekutuar Treblova. Ati e bëri rrugën, duhet i themi edhe atë që e bëri. Nuk është se po i bëj reklam kryetari i bashkisë, por unë dua t'i them gjërat ashtu siç janë. Ne shpresat si kemi unë. Pra, ajo që u bë, dhe unë nuk ja heq presjen asaj që u bë. Shpresat si kemi unë, por dhe ne. Zotria Shpresat shoh akoma. këtu me sytë e vet se këtu deri këtu edhe shkatron makinën. Po më tutje? A ka qenë më tutje kryetari i bashkisë? Ka qenë. E di shumë mira, e di. Ndaj jep edhe këto premtimet se shokët i sqarohen Tani gjërat. këtë rrugën këtu, kur ju a hodhi këtë çakullën? Më thatë para zgjedhjeve. Para zgjedhje, po para zgjedhje. Po atje tek ju hodhi çakull apo jo? Atje s'ka jetë, jo, s'arriti njëra atje, aq bagazh pati deri këtu. Pra deri këtu kishte çakull? Ku deri këtu kishte çakull? Deri